suar jo vetëm qytetarët e kësaj komune, por të gjithë, madje I cili nisim ndoshta jo me përmasa është më dha, por shumë shpejt bëri shkrum behi 40 hektar mal. Si nisi ky zjarr? Keni informacione, kryetar? Po zjarri ka nisë ditën e shtunë, ku ka mëngjesi, dhe në orë të mëngjesit era ka qenë në favor të zjarrit dhe ka për mundësi për më përhap më shpejt, kurse në orët e mbrëmjes së ditës së shtunë zjarri vetëm te kaloi ato parametrat që ishin normale për një zjarr që u menaxhuan fillim. Dhe ditën e djeshme të dielën ku ne u detyruam për me kërkuar ndihmë për vullnetarëve prej institucioneve të tjera, cilat I falenderoj edhe servicat e dekanit të Ilikut, e punëtorët të parkut kombëtar, e pashtu vullnetarët, sidomos njerëz që janë organizuar në shoqata bjeshkatare alpine që kanë qenë prezent ditën e djeshme gjatë gjithë kohës, dhe që kanë bërë punë mrekullueshme, kanë arritur me shtukën zjarr pa kërkuar ndihmë ndoshta edhe të nivelit qendror shtetëror, edhe pa kërkuar ndihmë edhe të institucioneve ndërkombëtare që ofshin forjes të kryetirit. Megjithatë, situata ishte goxha alarmante dhe ftesa juaj për ndihmë alarmoi të gjithë. Ka qenë alarmante për shkak se pat në herë e çuditshme, aty si për shemb ka shumë në favor të përhapjes së shpejtë zjarrit. Mirë, po dita e djeshme ka qenë ditë e mirë për neve, e suksesshme, për shkak se më në fund ka ora 2-3 arritëm me pas një lokalizim të këtij zjarri dhe me jap goditjen komunitare përmirësuar. Mirë, ka ndodhur nga pakujdesia ndonjë qytetari ky zjarr? Ka ndodhur për shkak të ndonjë pikniku? Përveç ka supozime të tilla, një është e sigurt që zjarri nuk është ndezë vetë, ai është ndezë prej njerëzve dhe në çfarëdo variante, qoftë nga pakujdesia, qoftë ndonjë piknik, e cila do që e ka pruë në shtetësim kaq të madh dhe në dëm kaq të madh të funit të malit, është për mu denu dhe është me u bo apel që vëllai duhet të pas kujdes kur dalim në natyrë, për shkak se në këtë kohë gjethet janë tepër thata dhe mjafton një gusht cigares që me marr plak këtë mali. Keni kërkuar dhe ju që të hetohet rastin edhe të mos ketë zjarre të tjera në të ardhmen, nga që e di viteve të kaluara ka pas shumë zjarre gjithandej nëpër Kosovë? Është shumë nevojshme dhe është tepër e domosdoshme që me hetu këtë raste, për shkak se vetëm në 3 ditë në komunën e Deçanit, sipas raportit që sjellin ekipet e zjarrfiksave, janë 15 zjarre fushore. Unë e kuptoj njerëz që tash nisin me punu tokat e tyre, I pastrojnë ato mbetërinat dhe I djegin, mirë po nuk është krejt normale kjo me u djeg fushat në këtë farë teme, sepse dikush po duhet me menaxhu, dikush po duhet me jap mundi për me I shuk të zjarre. Dhe mandej po dalin prej kontrolle. Dhe është e domosdoshme se dikush me u denu për këto pakujdesi ose për këto zjarre të qëllimshme. Ndërkaq 40 hektar të malit do të intervenoni, çfarë do të bëhet aty, që t'i kthehet pak a shumë ndoshta edhe jeta kësaj pjese? Fati I mirë I kësaj pjese është që kjo e gjeneron veten vet, është tepër dëm I madh pse ka ndodhur. Mirë po që është brez ku përzihet edhe Gështenja edhe Ahu, e druni Ahu, dhe është tepër dhimbshme sidomos për Gështenjën, e cila duhet me pas vite për me rimarr veten. Do ta shohim me çfarë do ndodhë me këtë pjesë, po besoj që do të jetë njëjta kulturë e drujve në atë zonë. Mirë, zoti kryetar, faleminderit shumë që keni qenë së bashku me ne dhe me shikuesit e mëngjesit për t'i dhënë këto informacione shumë të domosdoshme dhe uroj që mos keni asnjëherë probleme të tilla në komunën tuaj. Shumë faleminderit edhe ju kisha ftuar ju që më bë apel për kujdes sa më të madh këtë kohë, për shkak se janë zjarre të cilat nuk menaxhohen lehtë. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Atëherë miq të dashur, përveç në Deçan, por që në Deçan ishin përmasat